Të gjithëve do ju tregoj se si funksionon EMI Albania Pro, një platformë e parë në gjuhën shqipe për çdo profesionist të shëndetit mendor dhe për studentët të psikologjisë, psikoterapisë dhe psikotraumatologjisë. Në rast të parë duhet po të bëni login, logini na kërkohet mbasi keni kryer pagesën. Në panenin kryesor mund të shikoni protokollet të fundit, aktivitetin tuaj po dhe gjatë javës, mund të shkoni tek biblioteka, gjenerator PDF dhe mund të shikoni protokollet. Shkojmë te protokollet EMI, për sa i përket protokollit, biblioteka protokollit, mund të shikoni terapinë e compassion therapy, mund të shikoni protokollin stabilizimit somatik, se si mund të stabilizosh për një person që ka ankth, atak panik po dhe tjerë, tokëzimin, e tjerë. Kthehemi mbrapsht, mund të shkojmë te terapia metakognitive për të identifikuar vëmendjen e personit ose sa shpesh shkon tek mendimet e tij për të kontrolluar ankthin e tjerë. Mbas kësaj mund të shkojmë akoma te terapia kraniosakrale për të parë të gjithë hapat se si mund të punojmë terapinë kraniosakrale, mund të shikojmë se si bëhet stabilizimi ankorimi, siç e bëjmë në EMI therapy, mund të shikojmë fletën e punës EMI, se si mund të punojmë me EMI-n, se si mund të marrim lëvizjet okulare, lart, poshtë, diagonale dhe tjerë. Shkojmë tek Swish Protocol, se si mund të punojmë me Swishin për të takuar e panikut, fobitë e tjerë, plus se si mund të punojmë me pjesët e personalitetit të brendshme. Një diçka tjetër, sigurisht është shumë protokollet e EMDR. Sa nga ju kanë dëshirë që të kenë një platformë për herë protokollet pa pasur librat. Ja, pra protokolli specifik për sa i përket fobisë, këtu keni gjithë hapat, 8 faza, se çfarë duhet dhe të bëni, e tjerë. Mbas kësaj, këtu keni shumë protokollin për shërbëlimit të vëmendjes, të gadit, pra ankthi gjeneralizuar, pastaj protokoll të tjera, paneli polivagal fantastik. Çdo person duhet të di se si mund të bëjë një vlerësim të sistemit të tij nervor me 10 pyetje për të parë nga në sistemin polivagal, për nëse është në atë sigurinë në vetësiguri. Vetësiguria vjen, siç e dini, nga ajo gjendja që quhet ventrovagale. Sigurisht kur jemi të sigurt e ndjem veten si ky status i jeshil, kur e ndjem veten të fikur, të shkoputur, po jemi të kuq, kur e ndjem veten në fight flight system, sigurisht jemi të verdh, po ndodh shumë shpesh që mund të kemi edhe një lloj çrregullimi për sa i përket çrregullimit flukturues, okay? Edhe këtu bëhen disa pyetje pacientit. Për shembull, ndihesh i sigurt në trupin tënd? As pak. A ndihesh i lidhur me të tjerët? A ndjen qetësi? A mund të relaksohesh lehtë? E tjerë, apo jeton ankth? Si ndihesh? Kemi shumë pyetje për të parë në të cilën sistem ai person është. Për shembull, është në gjendje simpatike, fight flight, pra do të thotë që ai është në një gjendje të aktivizimit. Edhe këtu na nxjerr se si mund ta kthejmë personin në vetësiguri. Pra ngadalësim trupor, frymarrje, emërtimi edhe tjerë. Beautiful. Një diçka tjetër është testet dhe vlerësimi. Këtu mund të bëni një testim të shpejt për OCD-n, diçka akoma tjetër është faktori që akademia është fantastike. Këtu çdo person mund të mësojë EMI-n, EMDR-n, mund të mësojë psikotraumatologjinë duke ecur, duke parë videot që kam përgatitur
Dhe mbas kësaj keni një test, mbas testit çdo kush prej jush mund të shikoj se sa i aftë është. Pra, siç shikoni, një platformë shumë e rëndësishme, vetëm me një çmim të vogël, 42-47 euro. Mbas kësaj, në qoftë se mund të shkruani edhe agentit, chatbotit, mund të shkruani se si funksionon EMI, për shembull, si funksionon EMI, ose edhe ai ju më tregon se si funksionon, etj. Pra, në qoftë se doni një diçka të tillë, për vetëm 47 euro në xhepin tuaj, sa herë në telefon, siç jam duke e bërë unë tani, mund të kemi vërtet një supervizor klinik gjithmonë po dhe me ju.